episodin e radhës të emisionit Jashtë Fushë. Do t'jemi bashkë për 25 minuta për t'sjellë të rejat më të fundit nga Kupa e Botës. Spanja I ka surprizuar të gjithë në nisje të botrorit. Iberikët nuk shkuan më shumë se barazimi pa gola ndaj një kundërshtari modest si Kepi I Gjelbër. Dueli I radhës për spanjollët do t'jetë kundër Arabisë Saudite të dielën. Edhe Egjipti befasoi Belgjikën duke I marrë 1 pikë në ndeshjen e parë. 90 minuta përfunduan me rezultatin 1-1, edhe pse egjiptianët ishin ata që kaluan të parët në avantazh. Kupa e Botës 2026 lehtësisht mund quhet botrori I risive, nga fitimet maramëndse, kostot e udhëtimeve, siguria, temperaturat ekstreme dhe tensionet politike. Emocionet dhe surprizat në Kupën e Botës ka nisur. Befasia më e madhe deri tani është barazimi pa gola I Spanjës me Kepin e Gjelbër. Edhe takimi tjetër I grupit nuk kishte një fitues me Uruguayn që barazoi 1-1 me Arabinë Saudite. Në takimet e tjera Belgjika u ndal po me shifrat 1-1 nga Egjipti, ndërsa Irani I mori pikë Zelandës së Re pasi takimi u mbyll me rezultatin 2-2. Ndërkaq sot në mbrëmje do të kemi një ndeshje mjaft interesante si France-Senegal duke nisur në orën 21 dhe Irak-Norvegji. Kepi Gjelbër ka shkruar një nga historitë më të bukura të këtij fillim botrori, duke ndalur në barazim 0-0 kombëtarin e Spanjës, një prej favoriteve kryesore për trofeun. Përfaqësuesi afrikanë rezistoi për 90 minuta ndaj presionit spanjoll dhe mori një pikë që mund vlej sa një fitore. Njohur ndryshe edhe si Capo Verde, Kepi Gjelbër është një shtet ishullor në Oqeanin Atlantik, pranë brigjeve të Afrikës Perëndimore. Vendi ka rreth 500.000 banorë dhe është një nga shtetet më të vogla që ka arritur ndonjëherë të kualifikohet në një kupë bote. Shumica e lojtarëve të kombëtares luajnë në Europë, kryesisht në Portugali, Francë dhe Itali, ndërsa skuadra njihet edhe për disiplinën taktik dhe organizimin defensiv. Dhe për të bërë një analizë edhe më të gjerë ndeshjeve deri më tani, surprizat, superfuqitë e këtij botrori dhe pritshmëritë që kemi nga ky edicion, do të kemi në një lidhje online një emër të njohur të futbollit shqiptar, dikur futbollist, sot trajner. Kam kënaqësinë që të kem në një bisedë online Mirel Josa. Profesor, faleminderit shumë që gjetët kohën. Përshëndetje. E nisim nga surpriza e fundit në këtë fillim botrori, Kepi I Gjelbër, një vend me 500.000 banorë që arrin të ndali një superfuqi si Spanja. Fat rasti apo ky është futbolli në fundit, gjithçka mund të ndodhi? Ndoqa atë ndeshje dhe pash një skuadër shumë të organizuar në mbrojtje, e cila nuk prishte asnjëherë ekuilibrat taktike, siç ishte Capo Verde. Unë pash një skuadër shumë të organizuar, pavarësisht sepse luante me Spanjën, nuk prishte ekuilibrat, shkoi gjatë gjithë kohës për të mbajtur barazimin dhe ashtu siç erdhi në fund edhe mund ta fitonte ndeshjen. Çfarë diferencoi Kepin e Gjelbër që arriti të ndalë një ekip si Spanja? Ishte mbrojtja ajo që ishte më efikasja? Ishte skuadër organizuar me mbrojtje, ishte skuadër shumë e shkurtër, nuk lenin shumë hapësira, qendra mbrojtjes dhe portieri ishin shumë në gjendje shumë të mirë dhe nuk do të thotë që të gjitha skuadrat e forta së zbëm do të fitojnë, sepse edhe Kepi Gjelbër është një skuadër e cila në përbërjen e saj është fundit një koloni portugeze dhe holandeze bashkë dhe ka shumë lojtarë të cilët luajnë nuk janë ekipe parashore, por janë ekipe që luajnë në kategoritë superiore, qoftë portugalistë, qoftë hollandës. Kepi Gjelbër nuk bëri shumë për të sulmuar, sepse fundit kur sulmon një skuadër humben ekuilibrat në mbrojtjen e tyre. Unë mendoj që Spanja barazoi këtë ndeshje, ka një pikë, është ndeshja e parë dhe do ta marrë vetëm në ndeshjet në vazhdim. Kepi Gjelbër, sikurse e theksuam edhe pak më parë, ka rreth 500.000 banorë. Sa e madhe është kjo arritje për futbollin afrikan, pasi po shohim se shumë kombëtare nga Afrika po arrin që të na surprizojnë disi, ashtu sikurse ishte edhe Egjipti me Belgjikën në mbrëmjen e djeshme.
Mendimi im është që nuk do të thotë që ka 500.000 banor, tham dhe një tjetër, është koloni portugeze, ka lojtarë që luajnë në Holland, pra ka shumë lojtarë të cilët qoftë dhe në Rusi. Kështu që unë besoj që është një skuadër e mirë, ka përzgjedhur lojtarë të cilët luajnë jashtë vendit tyre, sepse kampionati i tyre besoj se do të ketë gjë, dhe kanë formuar një ansambl i cili edhe në moshë nuk ishte shumë i ri në moshë, si moshën mesatare e kishte të lartë, me eksperiencë, luajnë në ekipe të tjera. Edhe fundit edhe ato duan të konfirmohen, sepse edhe ato duan të thonë të tjerëve që ne nuk kemi ardhur rastësisht këtu. Unë besoj që edhe Spanja nuk do të heqë pretendimet e saj, thjesht do të përqendrohet më tepër. Po të hyjmë në detaje, kush luajti, kush nuk luajti me Spanjën, pastaj janë gjëra të tjera, sepse edhe trajneri i tyre u mundua që ta ruaj pak skuadrën, përsa i përket vazhdimësisë, neshjeve në vazhdim që kanë. Meqense përmendët favoritët, profesor, po surprizën e këtij turneu, kë mund të cilësoni? Unë surprizën e këtij turneu nuk mund të shkoj surprizave, por unë do të shoh qoftë Egyptin, unë do të shoh qoftë Korenë e Jugut, të cilat janë skuadra që më kishin dhënë një indicje më përpara që do të fillonin me rezultate pozitive. Ndërkohë nga ana tjetër, po, më thonë. Mos harrojmë skuadra e tjera evropiane, siç është kam shpresë shumë të madhe ka Anglia, për faktin e trajnerit të cilin kanë marrë ato në drejtim, Brazilin pa diskutim, nuk mund të them që Spanja është shumë skuadra re, por për mendimin tim janë shumë skuadra të cilat marrin pjesë në një botëror, sepse ka skuadra të tjera për shembull, të cilave i është kanë privu dhe ato vetëm e tyre për të shkuar në kampionat botëror, që duhet ishin kampionat botëror, por tash të shkojë një ekip si Kepi Gjelbër, do të mungojë Italia e tjerë të jepet mundësia në këtë formë. Për mendimin tim është gabim i madh. Duhen më pak skuadra kampionat botëror. Profesor, flasim pak edhe për kombëtarët e tjera. E përmendët edhe ju pak më parë që Gjermania rikonfirmoi kandidaturën e saj si një pretendente kryesore, pse jo, edhe për të fituar botërorin. Cili është çelësi suksesit tek Pancerat? Mbase nuk ishte edhe një kundërshtar i denj, pasi ishte Curaçao, një ekip debutues në botëror. Normal që kundërshtari nuk ishte i denj, por ne jemi mësuar me Gjermaninë, e cila po të buri poshtë, nuk dihet se ku ndalon. Kështu që Gjermania është një skuadër shumë e mirë, ka lojtar të ri, ka një trajner shumë ambicios në skuadër. Kështu që drejton skuadrën me shumë personalitet dhe me shumë dinjitet. Kështu që mund të themi ka 2-3 lojtarë shumë të mirë, të cilët i ka futur rishtas në skuadër, dhe ai vetë ka besim ke ecuria këtyre lojtarëve, qoftë individuale, qoftë si skuadër. Por unë ke Gjermania jam njësoj si mund të jem edhe ke krau anglisë. Pra janë dy ekipet pretendente? Janë dy skuadrat evropiane të cilat do të jenë pretendente. Nga ana tjetër kemi edhe Brazilin, sikurse ju e thatë pak më parë që mbetet një superfuqi edhe kur botërori luhet në Amerikë. Megjithatë në ndeshjen e parë nuk ishte ajo skuadër që jemi mësuar me spektaklin në fushë dhe u ndal nga Maroku. Apo konfirmohet Maroku si një forcë e re në futbollin botëror, pasi nëse do të kujtojmë në renditjen e FIFA-s të çdo muaj për kombëtarët renditet në vendin e 4. Pra, pak e nga pak duket sikur po konfirmon kandidaturën e saj, pse jo, për të qenë mes më të mirëve. Për Marokun e keni fjalën? Për Marokun. Dgjoj, para punës një herë flasim Brazili me Marokun. Brazili ka problematika shumë skuadra, dhe problematika në skuadra është nga
shumëllëshmëria e lojtarëve të cilët Ancelotti kishte përzgjedh gjatë kësaj periudhe. U përqendrua në përzgjedhjet e veta, edhe fundja fundit nuk mund t'i futem unë detajeve pse është thirrë ky ose pse nuk është thirrë ky. Ai ka pa lojtarë të cilët janë në gjendje më të mirë në këtë periudhë, kështu që un kam shumë shpresë se Brazili do të jetë kampion bote. Ndërkohë Maroku, a mund të konfirmohet si? Ndërsa përsa i përket Marokut, është një skuadër të cilën e kemi pa dhe me Senegalin, apo jo, që ka luajtur në finale. Po, finale. Në finale, një skuadër që nuk them se është gënjeu, sepse Senegalin do ta shohim sot, është një skuadër shumë e mirë, por lund kundra Francës, e cila dim shumë mirë që pothuajse lojtarët e Senegalit janë 10 lojtarë që luajnë në Francë, pothuajse shumica e tyre. Është një skuadër shumë e mirë, një skuadër me shumë eksperiencë, kështu që këtu mund të fus Senegalin e fus në një rang me Marokun. Bilës Senegalin e fus në një gjendje shumë më të mirë se sa Marokun në këtë moment. Megjithatë, sot përballë Francës mund ta ketë shumë të vështirë. Pritet një ndeshje spektakolare, apo jo? Normal që do të jetë shumë e vështirë, por dhe Franca nuk do ta kalojë lehtë ndeshjen. Flasim pak edhe për Holandë, Japoni, që Japonia po vazhdojnë që të surprizojnë në fakt në turnet e mëdhenj. Çfarë ka ndryshuar në futbollin aziatik? Në futbollin aziatik ka ndryshuar këto një herë para punës që shumë lojtar luajnë në Europë. Japonia e ka treguar veten gjithmonë që ka qenë skuadër dinjitoze. Japonia unë vej në një rang me Korenë e Jugut. Pra janë dy skuadra pothuajse në të njëjtën nivel. Dhe mendimi im për Hollandën me Japoninë ishte iniciativa këtyre lojtarëve që 2 herë barazon rezultatin. Dhe ne kemi thënë që Holanda është pretendente e tjerë shumë gjëra, po mos kapet një skuadër tjetër pretendente që nga fillimi, duke pas parasysh që çfarë ka bërë Holanda gjatë gjithë periudhës që ka luajtur nëpër finalet e kampionatit botëror. Cili ekip deri më tani ju ka zhgënjur më së shumti, profesor? Nuk mund të flas për zhgënjime, sepse shumë skuadra janë shumë të disiplinuar taktikisht, janë shumë të vrapojnë, kështu që unë them që për mendimin tim akoma skuadrat nuk janë, se s'mund të themi tash që Gjermania që fitoi ndeshjen me skuadrën Kuraçaos. Kuraçaos, s'mund të themi që është pretendente me këtë, sepse Kuraçaos do shkojë në ndeshje tjetër dhe do shkatërrohet prapë nga skuadrat e tjera. Unë këtë mendimi jam, merra me mend, domethënë Kuraçao u gëzu se i bëri Gjermanisë një gol. Ishte historike. Historike, gëzim shumë i madh se i bëri Gjermanisë një gol. Kështu që unë mendoj që skuadrat evropiane, duke heqë Hollandën, Spanja në fus prapë brenda, që është pretendente, por Gjermania, Angli janë në skuadrat të cilët do të jenë pretendente. Ndërsa jam i zhgënjur shumë nga Çekia, të cilën e prisja që do të humbi ndeshjen e parë me Korenë e Jugut. Dhe ndeshjet e tjera pastaj janë ndeshje varet se si marrin, tash skuadrat njohin të njëra tjetrën më mirë, mënyra lojës e tjera. Janë gjëra që do të mbarojnë ndeshjet e para, pastaj do të vazhdojmë për se si do të shkojnë punët dhe çfarë llogarisë do të bëjnë ekipet. Profesor, mbyllet një epokë lavdishme pasi shumë zëra thonë që ky mund të jetë botrori i fundit për Leo Messin apo Cristiano Ronaldon. Nga momenti që ato shprehin gatishmërinë dhe kanë qëllim në veten e tyre që të luajnë përsëri këtë botror, nuk mund të themi se do mbyllet, po koha e tillë është, kalon edhe
çdo skuadër, çdo lojtar i bën mirë llogaritë veta. Siç është Messi dhe Cristiano Ronaldo, janë dhe shumë lojtarë të tjerë, si do t'i vi rradha dhe Mbappés ose siç erdhi dhe Griezmannit në këto momente që s'është më në ekip kombëtar. Kështu që unë mendoj që nuk duhet mbetemi ke këto dy lojtarë. Ka shumë lojtarë të ri, të cilët të premtues, të cilët do të ka Gjermania lojtarë shumë mirë, ka Franca lojtarë shumë mirë, të cilët mund të ndjekin gjurmët e këtyre dy lojtarëve shumë të mëdhenj. Profesor, në fund për ta mbyllur, ju për kë bëni tifo këtë botrar? Me të thënë drejtën, do qeshesh me mua pak, po unë jam tifoz italist. Për mendimin tim, unë du të shoh përshtypjet e mia të para nga Anglia. Për faktin sepse trajneri Tuchel është një trajner i disiplinës, është një trajner i cili me një iniciativë shumë të madhe që ka lënë jashtë dy lojtarë shumë me vlerë të Anglisë, edhe këtë jo pa arsye i ka lënë jashtë, sepse qoftë Foden, qoftë për mendimin tim unë do të shoh sot Anglinë ose nesër në mëngjes Anglinë, duke parë se si do të funksionojë. Po kam shpresa shumë të mëdha nga Anglia këtë vit. Unë falenderoj shumë që ndam këtë analizë së bashku, edhe nuk më vete që tjetër vetëm se t'ju uroj vetëm lajme të mira dhe mbi të gjitha një futboll të drejtë me spektakël në fushë. Edhe unë ju falenderoj, edhe kënaqësi që bashkë bisedojmë bashkë. Për disa nga emrat më të mëdhenj të futbollit modern, një brez që dominoi futbollin për më shumë se një dekadë, duket se po përgatitet për vallëzimin e fundit, me shumë yje që pritet të luajnë kupën e tyre të fundit të botës. Në por qëndron legjenda meksikane Ochoa, i cili është për simboli botroreve me pritjet spektakolare kundër skuadrave të mëdha. Para ti, mbrojtja u thishet nga Virgil van Dijk, lideri i Holandës, së bashku me Otamendi e Argentinës dhe Danilon e Brazilit, futbollist me eksperiencë të jashtëzakonshme ndërkombëtare. Meskusha në fakt sjell klasë, eksperiencë dhe histori e Luka Modric, fituesi i topit të artë në vitin 2018, vazhdon që të jetë zemra e Kroacisë dhe në fundin e karrierës së tij. Kevin De Bruyne mbetet dirigjenti i Belgjikës, ndërsa Son Heung-min dhe James Rodriguez janë ende figurat kryesore të vendeve të tyre. Në sulm ndodhen ikonat të futbollit modern, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo dhe Mohamed Salah. Dy rivalët historik mbyllin një epokë që ndryshoi historinë e futbollit. Ndërkohë Salah vazhdon që të mbetet një nga lojtarët afrikan më të mëdhenj të gjitha kohërave. Është një brez që ka fituar Champions League-ën, topat të artë, kampionate dhe trofe historik, por mbi të gjitha ka frymzuar miliona tifoz në mbar botën. Botrori 2026 priti të jetë jo vetëm spektakli më i madh i futbollit, por edhe turneu me grumbullimin më të shtrenjtë të talenteve në histori. Formacioni i publikuar me 11 lojtarët më të shtrenjtë të Kupës së Botës tregon qartë se e ardhmja e futbollit tashmë ka emra konkret dhe shifra maramëndse. Në sulm dominojnë 3 superyje që së bashku vlejnë plot 580 milion euro. Kylian Mbappé vazhdon që të mbetet një nga lojtarët më të frikshëm në botë me vlerë 180 milion euro, ndërsa Erling Haaland dhe Lamine Yamal kryesojnë listën me nga 200 milion euro secili. Meskusha është e mbushur me teknik dhe kreativitet. Pedri, Vitinha dhe Joao Neves përvaqësojnë brezin e ri të organizatorëve modern. Vetëm kjo treshe arrin një vlerë totale prej 430 milion eurosh. Edhe mbrojtja nuk mpetet pas, me Saliba që u theq repartin defensiv me një vlerë prej 100 milion eurosh, ndërsa Hakimi, Mendes dhe Pacho konsiderohen ndër mbrojtësit më të kërkuar në tregun evropian. Në port qëndron Garcia, gardiani spanjoll që po fiton gjithnjë më shumë vlerësim në arenën ndërkombëtare. Ky formacion nuk përfaqëson vetëm emrat më të mëdhenj të botrorit 2026, por edhe fytyrën e re të futbollit botror, pasi skena po
po kalon gradualisht në duart e brezit të ri dhe botrori 2026 mund të jetë momenti kur këta yje të rinj do të konfirmohen si liderat absolut të futbollit për dekadën e ardhshme. Kupa e botës 2026 do të sjellë plot risi. Përveç se është një nga komisionet fitimprurëse në planet, tifozët kanë reaguar për çmimet e larta të biletave, kostot e udhëtimeve dhe akomodimit, ndërsa shqetësime ka edhe për sigurinë, temperaturat ekstreme dhe tensionet politike. Botrori kësaj vere pritet të jetë më fitimprurësi në histori, por edhe një nga më të diskutuarit. Tifozët kanë reaguar për çmimet e larta të biletave, kostot e udhëtimeve dhe akomodimit, ndërsa shqetësime ka edhe për sigurinë, temperaturat ekstreme dhe tensionet politike. Për herë të parë një vend organizator si Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndodhet në konflikt me një kombëtare pjesëmarrëse, Iranin. Disa antarëve të ekipit iranian u janë refuzuar vizat dhe ekipi pritet që të qëndrojnë në Meksik duke hyrë në SBA vetëm për ndeshjet. Nga ana tjetër, FIFA synon të arkëtojë rreth 9 miliard dollar nga turneu, por është përballur me kritika të forta për rritjen e çmimeve të biletave. Autoritetet në New York dhe New Jersey kanë nisur hetimet për dyshime mbi manipulimin e tyre. Një tjetër polemik ka të bëjë edhe me rregullat në stadium. FIFA në fillim vendosi të ndalojë futjen e shisheve të ujit, por për shkak të temperaturave të larta e kundërshtimeve nga tifozët, ky vendim u turhoq. Ky botror po konsiderohet dhe si më i dëmshëm për klimën, pasi formati me 48 kombëtare do të rrisë ndjeshëm udhëtimet me avion, që përbëjnë pjesën më të madhe të ndotjes së krijuar nga turneu. Problematik mbeten dhe kushtet e motit në SBA, veçanërisht rufet. Sipas rregullave amerikane, nëse një rufe regjistrohet 13 kilometra pranë stadiumit, ndeshja pezullohet për 30 minuta. Në rast se gjatë kësaj periudhe bie një tjetër rufe, atëherë koha rinis nga e para. Një skenar që pritet të shkaktojë shumë ndërprerje gjatë ndeshjeve, ashtu siç ndodhi edhe në botrorin e klubeve vitin e kaluar. Sot në mbrëmje, Franca dhe Senegali përballen në një nga sfidat më interesante të fazës së grupeve, një duel që rikthen kujtimet e surprizës historike të vitit 2002 kur afrikanët tronditën kampionët me fitoren 1-0. Këtë herë gjelat vinë si një nga favoritet kryesore për trofeun, të udhëhequr nga Kylian Mbappé dhe një brez plot yje. Nga ana tjetër, Senegali mbetet një nga kombëtarët më të fortë afrikane, më fizik, shpejtësi dhe eksperiencë, ndërsa shumë analistë e konsiderojnë këtë ndeshje si një provë serioze për ambicet e Francës. Didier Deschamps ka deklaruar se Franca nuk mendon për hakmarrje ndaj Senegalit, por kërkon vetëm një nisje perfekte në grupin I. Në fund do të shkojmë në një rubrikë shumë interesante, kuriozitetet rreth Kupës së Botës 2026. Dhe do ta nisim nga ajo superfuqia e botrorit. Kombëtarja e Brazilit është e vetmja që ka marrë pjesë në çdo edicion të Kupës së Botës që nga viti 1930 dhe Seleçaut kanë më shumë trofe se çdo shtet tjetër, plot 5 të tillë. Në botrorin e vitit 1950, finalja mes Brazilit dhe Uruguayt u ndoq nga mbi 170.000 tifoz në stadiumin Maracanã, që konsiderohet dhe rekordi më i madh në histori. Trofeu origjinal i Kupës së Botës, Jules Rimet, u vodh 2 herë dhe herën e parë u gjet nga një qen i quajtur Pickles në Angli. Miroslav Klose mban rekordin për më shumë gola në historinë e botrorit, plot 16. Në vitin 1966, kombëtarja e Koresë së Jugut tronditi botën duke eliminuar Italinë me rezultatin 1-0. Ishte një nga surprizat më të mëdha të historisë së turneut. Pele ishte vetëm 17 vjeç kur fitoi Kupën e Botës në vitin 1958 me Brazilin, ndërsa goli më i shpejt në historinë e botrorit u shënua nga Hakan Şükür pas vetëm 11 sekondash në ndeshjen mes Turqisë dhe Koresë së Jugut në vitin 2002. Roger Mila u bë lojtari më i vjetër që shënoi gol në botror në moshën 42 vjeçare. Në botrorin e vitit 1994 në United States, finalja u vendos për herë të parë me penalti. Brazili mposhti Italinë, pasi Roberto Baggio humbi penaltin vendimtare. Dhe në fund Kroacia arriti deri në finalen e botrorit 2018, edhe pse vendi ka më pak banor se shumë qytete të mëdha europiane, një nga historitë më të pabesueshme të turneut modern.
Portieri 40 vjeçar i kepit të gjelbër, që u shndrua dhe në hero për kombëtaren e tij, fitoi mbi 200.000 ndjekës në Instagram brenda pak minutash gjatë ndeshjes me Spanjën, pas pritjeve spektakolare që ndihmuan ekipin e tij të marrë një barazim historik 0-0. Ky ndoshta është momenti më viral i turneut deri më tani, nga pothuajse një i panjohur në një nga figurat më virale në botror, dhe një orë pas ndeshjes, followersat e tij shkuan deri në 1.9 milion njerëz. Basti i tifozit të Spanjës me tifozët e kepit të gjelbër, një rrjedhë në fakt ku tifozët e të dyja skuadrave bën një bast para ndeshjes, është bërë viral pas rezultatit surpriz. Nga video duket tifozi iberik i cili duket i bindur se Spanja fiton. Megjithatë, futbolli na vërtetoi edhe një herë se gjithçka mund të ndodhi në 90 minuta. Ishte gjithçka edhe për emisionin Jashtë Fushë edhe për sot. Unë ju lë takim nesër në po të njëjtin orar, 15:30. Deri atëherë, mirupafshim.